Dora 4, edhe Kanep është grupi i çakallëve që është gjykuar në Beograd, edhe del pjesëtari që e ka bërë krimin, thot, tani s'po mund me flejt natën, edhe po du me ta lidh me storjen tënde, thot sepse ne I kemi kput të 2 kokat fëmijëve, është e tmerrshme që e thonë në media, në emisionin tënë, thot, I kemi zi për mja hek mishin, edhe 2 të t'i kam abazhur në dhomën e fjetjes. E të mërshme. Edhe kur ju epin këto dëshmi gjykatës të Hagës, po? A pse, se tema po kalon në temë tjetër, pse gjykatë, okej, të dënohen këta 4, në qoftë se pas kanë argumente. Pse në asnjë rast nuk u mor gjykata Hagës me krimet serbe ndaj Po pra, se këta duke bërë jetën e tyre në Beograd, Astrid. Për mrekulli. Po, tani, kam një thënie të Tim Gjuda, një personalitet I jashtëzakonshëm, një gazetar, një shkrimtar, një studius, një historian, nga më të miri që ka është britanik, nga më të miri që ka kontinenti evropian. Shikoni çfarë thot ai për UÇK-n. Ushtria Qëllimtare e Kosovës duhet të renditet si njëra nga lëvizjet më të suksesshme guerile në historinë moderne. Për kufizim më të mirë, më të saktë, më të qartë, nuk ka, që e ka thënë një huaj, mirë Kadareja është shqiptar. Tim Gjuda nuk është shqiptar, është britanik. Ai prokurori që bën ato, sepse me përdhosjen dhe me dënimin e drejtuesit të UÇK-s, ai përdhos edhe vetë UÇK-n dhe komi shqiptar. Ushtria Qëllimtare e Kosovës duhet të renditet si njëra nga lëvizjet më të suksesshme guerile në historinë moderne. Komenti yt, Astrid. Komenti im është atë koment që e ka pas edhe në librin e Wesley Clark, generalit Clark, pikërisht e thotë të njëjtin vlerësim si Tim Gjuda edhe James Pettifer. James Pettifer është një historian, një profesor historian. Edhe bashkë me Miranda Vickers. Ja. Thotë arti I luftës të UÇK-s dhe mënyra e organizimit e kemi në librin Clarkut, ku thot duhet studiohet se ka qenë lëvizja guerile pikërisht atë frazë më e suksesshmja në botë, në krejt historinë e lëvizjes guerile. Bravo. Edhe duhet studiohet. Wesley Clark. Do thot hyn si studim në katedrat e Akademive Ushtarake në West Point apo pavarësisht ku. Se është futur atje në West Point? Po mendoj mësohet vetëm si lanë fakultative, kush don me mësu. Kush do, po është sugjerimi I Clarkut. Është. Ai është komandant I NATO. Foto tjetër. Tani këtu është një moment, William Walker, ambasadori I OSBE-s amerikani dhe ambasadori I OSBE-s në Kosovë, por edhe një nga ata që I ka dhënë zë asaj që ndodhi në Kosovë, jo vetëm masakrës së Raçakut që e bëri botërisht të njohur, por edhe roli I tij në ndihmë në mbrojtje të popullit shqiptar të Kosovës, dhe unë gëzohem shumë Astrid që të shoh ty që Walker është duke të firmosur këtë libër. Mund të na tregosh e para një disa momente për me Walkerin jam dëgjoz. Në për se thash fotot s'pisho, po I kam parasysh situacion. Do të thotë aty është Clarku që the me shefin misionit verifikues së kohës OSBE-s. Walker. William Graham Walker ka qenë 17 vite në Marincat Amerikane, ka qenë për 22 vite në diplomacinë e jashtme, dhe me rastin e misionit verifikues në Kosovë, pas atij rasti masi ka përzon në Vëshëviqe edhe është pensionu. Edhe unë kam pas kontakte me Walkerin. Ju e keni përkthyer, e keni takuar, jeni mirë? Po e kam takuar disa herë. Disa herë, po? Para këtij rasti që më kanë shkruar libri, po ta japi një argument kur Walkeri, unë kam kërkuar takim dhe e kam takuar me avokatin e Nasim Aradinit në Washington. Po? Edhe kemi kërku jo për Nasimin natyrisht, po për komplet ekipin që janë duku, për grupin që janë duku gjykuar atje, që Walkeri ka dërgu letër
gjykatës të Hagës. Ja ka dërguar? Po, ja ka dërguar. Dhe çfarë 3 shkruan? letra. Ka kërku që t'jetë dëshmitar, Po? nuk o pranu. Nuk. Kurse pranu si dëshmitar, i ka dërgu letër ta jep gjithë njohurinë e vetë mbi strukturën e luftës. Vokeri i ka taku për këtë kohë ku po gjykohen këta, Vokeri o shku se ka pas edhe sigurinë e lejes nga forcat serbe që t'jenë në zonat e UÇK-s, dhe ka shku në gjitha zonat, ka kontaktu çdo dyshim ku ka pas supozojnë forcat serbe. Jo, vajtja e Walkerit në UÇK, aty e përmbysi. Jo, po pëndoj edhe ankesat serbe, në qovë se ka që mision verifikues, në qovë se forcat serbe kanë thonë në këtë rajon, ku kontrollohet UÇK-ja, ka ndodhur kjo, e misioni verifikues ardhë hy brenda ka këshyrë. Ose në qovë se UÇK-ja ka thonë, këtu ka ndodhur kjo, ata janë shku i kanë kontaktu forcat serbe. Edhe në asnjë rast nuk pas një shkelje nga në atë letër nga strukturat e UÇK-s. Edhe gjykata se mori parasysh. Ja, absolut. Unë besoj që sot mbrojtja do ta cek letrën e Vokerit, edhe pse s'o marr parasysh nga as pranuesi dëshmitar. Do ta bëj publike. Po, natyrisht, se ka drejt, do thotë ju ka drejtuar gjykatës edhe mbrojtjes, edhe prokurorët, se kanë pranuar ata mbrojtja e ka kopje. Edhe me Vokerin o takum në Filadelfia në një organizim për Bitër Shqipës, organizat Bitër Shqipës, isha i ftuar aty, mu ma dhuroj librin me dedikim personal. Ta dhuroj? Edhe, po, edhe thot, fjalimin e tij thot kështu, thot, gjykimi i liderëve, UÇK-s bara e thot me emër. Unë s'po du me të personalizu me thonë Hashim Thaçi, XY, i liderëve të UÇK-s e thot me emër, Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Thot është dënimi i bashkësisë ndërkombëtare. E ke me zë figur, unë do t'i nis videot që u mbajt një fjalë, ma ju mbajt para. Edhe njerë mund ta përsëris, do të thënë nëse dënohen liderët e UÇK-s ai foli me emër, unë po them për me marr shumë minuta në emision, ai foli për arshimin për gjithë ata që janë aty, tha nëse dënohen nga gjykata speciale, tha, është dënimi i bashkësisë ndërkombëtare si ndime asaj lufte. Vokeri tu e thon shtunën me 7 shkurt 2026 në objektin e Bive të Shqipës, shoqatës Bive të Shqipës në Philadelphia. E kuptova. Ju në atë kohë në 98-ën e takuat Walkerin? Jo, nuk e kam takuar. 99-ën? Okej, tani, kam një pyetje tillë, zoti Huskaj, dëshmit e Wesley Clark dhe dëshmit e autoriteteve tjera, James Rubin e tjerë, si janë dukur? Jo, ata kanë bo krejt, për që ata në përgjithjen e pyetjes tënde që më si të do këmbrojtja, për ata unë komplet shprej